Të ndalemi pak tek rasti Belinda Ballukut, ku Spaku pas vendimit gjykatës kushtetuese, e cila pezulloi vendimin e gjykatës posaçme, tashmë Spaku kërkon heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut për t'i hapur më pas rrugën arrestimit. Në optikën tuaj, si mendoni se do të procedojë më tej parlamenti dhe vetë Edi Rama, do ta lëshojë Belinda Ballukun apo do të përpiqet me të gjitha mënyrat për ta mbrojtur atë? Me sa duket, pozita zonja Ballukut është rënduar fort sepse po ndiqen nga Spaku parat. Po ndiqet vazhda se rrjedha e parave. Unë këtu du të bëj një parantezë. Pavarësisht se unë e mbështes fuqimisht atë që po bën Spaku, unë mendoj që Spaku nuk po shkon aq larg sa duhet. Sepse nuk vlen vetëm që të hynë në burg ose që të burgosen të gjithë këta që janë arkitektët e një hajnie të strukturuar kriminale të popullit shqiptar. Nuk mundet që këta të bëjnë disa vite burg dhe dalin dhe të gëzojnë paratë e vjedhura shqiptarëve. Këtu duhet pasur një instrument dhe ndoshta Spaku nuk e ka sot, sepse këta nuk ja kanë mundsuar, por duhet krijuar një instrument që këtyre të mos ju lejohen këto paratë e vjedhura t'i gëzojnë. Duhen marrë këto paratë e vjedhura. Në sa kam parë nëpër mediat, kolegët tuaj kanë vënë në pah që ndoshta janë gjetur disa llogari bankare të zonjës Balluku dhe nëse kjo do të ishte, unë mendoj që Spaku duhet ta bënte publike, duhet të tregojë shqiptarëve se si vjedhin këta dhe sa vjedhin këta, duhet bëj publike edhe llogaritë e familjes Berisha që me sa duket po hetohen edhe ato, se për ndryshe s'ka pse Sali Berisha çdo ditë që del nga çdo të hënë që del nga Spaku thotë ç'kan me familjarët e mi. Të gjitha pasuritë e të gjithë këtyre, të gjitha maskarallëqjet e këtyre përkthehen në pasuritë të tyre. Të gjitha këto duhen evidentuar, që njerëzit i njohin se kush janë, dhe dy duhen sekuestruar. Zonja Balluku edhe mund të lëshohet, mirë po është e vështirë që të konceptohet një ndarje e qartë. Edhe nëse e gjen gjuhën me zonjën Balluku, e cila nuk mendoj se do dorëzohet kollaj. Po edhe nëse kryeministri e gjen gjuhën për të marrë vesh me të, duke i garantuar pasurinë, siç e bëri me Samir Tahirin, siç mendoj se do ta bëj edhe me Erion Velin e të tjerë. Problemi është që nuk besoj që zoti kryeministri e ka më në dorë rrjedhën e ngjarjeve ndaj saj, kështu që më duket pak si e vështirë që zonja Balluku t'i besoj kryeministrit, ndaj fatet e tyre me shumë mundësi do të jenë të lidhura, ose do të bien të dy bashk, ose do të qëndrojnë të dy bashk. Dhe mos u habisni që çudia në Shqipëri zgjat vetëm 3 ditë, këta kanë mjete propagande të jashtëzakonshme dhe e gjithë kjo farsë të harrohet mbas disa ditësh. Nëse këta japin një tender të ri djalit Sali Berishës, mbyllet kjo histori, bëhet një lloj farse sikur do të bëhen zgjedhje të parakoshme me një qeveri teknike dhe me gjëra të tilla të cilat ta gjithë i kontrollojnë, se hyjnë aty thjesht për të vjedhur ato 6 muaj dhe mbyllet historia. Nuk shpëtojnë shqiptarët, shpëtojnë ata nga laku i drejtësisë. E kjo duhet evidentuar njerëzve që këta po luftojnë për veten, jo për ne, jo për shqiptarët, jo për ju. Këtyre nuk ju ndjen fare, as për shqiptarët, as për fatin e Shqipërisë, as për asgjë tjetër. Këta kanë marrë dhe e kanë shndërruar një pjesë limfatike të shtetit shqiptar, akshin në një organizatë kriminale strukturuar. Çfarë prisni për këtyre? Po, do të kalojmë edhe tek pjesa e akshit, po të mbetemi pak te Balluku. Pra, ju mendoni se skenari i vetëm është që ka dy rrugë, që o do të bien të dy ose do të shpëtojnë të dy drejtësisë, si Rama, si Belinda Balluku? Unë nuk kam informacionet brendshme se cilat janë diskutimet midis tyre, por duke parë ecurinë e ngjarjeve dhe duke pasur parasysh që zonja Balluku ka eksperiencë me njerëz të lëshuar nga zoti Rama, e shoh të vështirë që të bëjnë marrëveshje dhe zonja Balluku të bjerë mbi shpat. Nuk është e pamundur, por është e vështirë. Në këtë rast, deri ku mund të shkojë Spaku sa i përket çështjes Balluku konkretisht, dhe a mendoni se parlamenti do të ketë atë vullnet për t'i hequr imunitetin dhe më pas që mund t'i hapet rruga arrestimit të saj? Çështja e imunitetit është thjesht çështje vullneti politik të një njeriu të vetëm. Dhe ky njeri i vetëm është kryeministri i Shqipërisë. Mirë po, në të njëjtën kohë,
Kryeministri i Shqipërisë nuk vepron në vakum. Kryeministri i Shqipërisë vepron duke pasur parasysh edhe interesat e klaneve të tjera, sepse shikoni, në qoftë se i lëshohet imuniteti zonjës Balluku dhe ajo arrestohet, çfarë pengon nesër SPAK-un që të bëjë të njëjtën kërkesë për ish kryeministrin Berisha dhe për ta arrestuar edhe një herë atë? Asgjë nuk do ta pengonte. Nëse del një histori tjetër, në qoftë se 21 janari përparon. Çfarë do ta pengonte? Hapet një precedent dhe nuk kam më pastaj justifikim publik për të thënë që jo, po nuk do t'ja japim as këtij. Ndaj dhe unë e shoh të vështirë që Rama t'ja jap SPAK-ut Belinda Ballukun në tepsi. Megjithatë, ajo që ne nuk po diskutojmë deri më tani është fakti që do të ketë presion të jashtëzakonshëm. Presioni ka filluar, Edi Rama e ka shpallur haptas që është në luftë me të gjithë ato aktorë të cilët ishin në rreshtin e parë të zgjedhjes së kryeprokurorit të SPAK-ut Braho. Edi Rama ka hapur luftë bashkë me pjesën tjetër. Ktu duket që ata janë bashkë. Të gjithë bashkë kanë hapur luftë SPAK-ut sepse e dinë që SPAK-u i rrezikon. Në të njëjtën kohë, SPAK-u nuk mund të ndalet thjesht tek këto çështje të cilat mund t'i provojnë me deri në një farpike dhe pastaj të lejojnë që shumë njerëz të tjerë të kalojnë nën sit. Në qoftë se SPAK-u do t'i shërbente realisht popullit shqiptar, sita duhet ishte jashtëzakonisht shumë e imët. Askush nuk duhet kalojë në atë sit. Gjithkush që ka vjedhur popullin shqiptar duhet mbesë në sitën e SPAK-ut, përndryshe edhe SPAK-u nuk e kryen deri në fund misionin që i ka vënë vetes. Duke u nisur nga një qëndrim i fundit i kryeministrit Edi Rama ndaj Byros Kombëtare të Hetimit, ai u shpreh se disa agent të kësaj byroje ishin paraqitur një ditë në zyrat e kryeministrisë dhe nuk ishin pranuar që dorëzonin armët e tyre. Dhe mënyra se si kryeministri Edi Rama e shprehu atë e shoqëronte me një lloj frike dhe me një lloj tensioni, po themi. Në këtë rast, sa i është afruar SPAK-u dhe vetë Byroja Kombëtare e Hetimit, vetë kryeministrit Edi Rama, duke qenë se ai ka edhe dosje që përveç atyre që janë evidentuar në Shqipëri, janë edhe ato në Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është korruptimi i ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Kjo çështja e këtyre hetuesve të BKH-s është një çështje banale, të cilën kryeministri, si shumë finok që është, e përdor për të hedhur syve njerëzve. Nuk e ka përdorur në momentin e parë që ka ndodhur, gjëja ka pritur disa ditë, ka pritur momentin kyç kur i është dashur të tërheqë vëmendjen nga diçka tjetër. Pra, unë nuk mendoj që frika e tij lidhet me ardhjen në kryeministri të hetuesve të BKH-s me patllake apo pa patllake. Unë mendoj që me atë mesazh ai i dërgoi njerëzve të tij, mbështetësve të tij, mesazhin që ne këtu jemi në luftë me njerëz që kanë patllake me vete dhe gjithse kush i kur e mendon këtë, reagimi është që në qoftë se ata vinë me patllake në luftë edhe pala tjetër duhet armatoset me patllake. Pra është një deklaratë lufte e tërthort që kryeministri i bën të gjithë institucioneve që po kërkojnë të gjejnë ku i ka ato lekët të cilat asnjë bir parë nuk e kish gjetur, më falni për shprehjen, po këto janë shprehjet e kryeministrit. Në pavarësisht se nuk duhet ta ulim veten, duhet ta citojmë her pas here. Kështu që duke qenë që kjo është mënyra se si i qaset ai këtij problemi, unë nuk shoh problem që ai të ketë frikë nga hetuesit e BKH-s, por ai ka frikë nga ajo çka mund të ndodhë nëse SPAK-u i lihet rruga e hapur dhe nëse SPAK-u e vazhdon vullnetin deri në fund. Duhet kemi parasysh një diçka, që vullneti i SPAK-ut duhet të jetë vullneti i popullit shqiptar, por jo vullneti që merret me ato votimet fars që bëjnë këta ku kanë përjashtuar. Se shiko, problemet e Shqipërisë sot janë shumë më të thella se sa këto që ne po diskutojmë. Sigurisht që ka një vjedhje masive dhe kjo vjedhje, çfarë ndodh me këtë vjedhje? Mirë se po pasurokan këta. Por ne sot kemi 40% të atyre shqiptarëve që kanë mbetur, të cilët mezi presin të ikin.
për këtë nuk diskuton, jo opozita që nuk e vret mendjen fare për atë punë, se ka hallin e tenderave të vet dhe ka hallin e mulit, por ose të Ervin Saljanit, por 40% të njerëzve që janë sot që votojnë për këtë mazhorancë, mezi presin t'ikin. Kemi rënien më të madhe të popullsisë, këto janë gjitha statistika zyrtare. Ato realet janë edhe më keq. Kemi iken mpakjen e popullsisë më të madhe në rajon. Do me thënë, për këtë askush nuk mban përgjegjësi. Për këtë askush nuk i del zot kësaj pune. Flitet retorikisht, po askush nuk bën asgjë. Pra, këtu ka një ndarje të thellë midis interesave të shqiptarëve dhe interesave të këtyre. Zonja Balluku është një pjesë e kësaj, Edi Rama është një pjesë e kësaj, Sali Berisha është një pjesë e kësaj, këta gjithë kanë pjesën e tyre, por nuk duhet të humbasim atë që është zgjidhja e duhur, që do të ishte një transformim i këtij lloji sistemi. Sepse pa këtë lloj transformimi do të vazhdojmë me atë shprehjen e vjetër, hiqe lenës venja prendës, dhe asgjë nuk ndryshon.